Natyra dhe historia përzgjodhen Vlorën. Vlora, do doja ta lexoja pak edhe për faktin që i përkas të qytetit dhe ndjek krenari që një njeri e përshkroi aq bukur. Vlora është qyteti i bukurisë dhe Vlora është qyteti i lavdisë shqiptare. Këtë bukuri që bashkon det dhe tokë, Vlorës ja ka dhuruar gjeografia. Dhe këtë lavdi që bashkon të shkuarën dhe përtashmen, Vlorës ja ka dhuruar historia. Gjeografia dhe historia, ndër të gjitha qytetet shqiptare, e përzgjodhen Vlorën që të jetë mendja dhe zemra bashkuese shqiptare më 28 nëntor 1912. Gjeografia e historia e përzgjodhen Vlorën që pikërisht ajo të bëhet dhe ajo çka u bën historinë e re të popullit shqiptar dhe për disa arsye. Pozita gjeografike e bënte më të përshtatshme për ngjarjen e madhe që do të ndodhte aty. Visoret e saj, kështjella e saj, bregdeti i saj e bënin natyrshëm më të mbrojtur prej rreziqeve që mund t'i kanoseshin ato ditë. Traditat e burisë dhe trimërisë së banorëve të saj dhe të rrethinave ishin premtimi më i sigurt për mbrojtjen e personaliteteve historik që do të vinin aty dhe veprën së madhe historike që do të krijonin ata. Por gjeografia dhe historia e përzgjodhen Vlorën për të kryer misionin historik që do të kryej dhe për një arsye tjetër të madhe. Për një arsye se ai ishte qyteti ku kishte lindur pushteti i saj i madh, Ismail Qemali. E vlonjati Ismail Qemali ishte ai të cilin nëna natyrë kishte përgatitur për të bërë çka do të bëhet ai në historinë e popullit shqiptar. Ai ishte prisi lindur për kohën në cilën do të merreshin vendimet historike për fatin e popullit shqiptar. Ai ishte i parimshëm, i dinjitetshëm, i vendosur dhe zemërgjer, i guximshëm dhe i matur, larg pamës dhe parashikues. Gjykimi i tij i qartë, sjellja e avashtë, gojtaria e tij përshtypjebërse e bënin sipërore dhe magjepsës personalitetin e tij. Me veprimet e tij të njësuara dhe me mendimet e tij parathënëse, ai ishte zotërues i situatave dhe siç është thënë bukur për të, zotëria i kohës. Kështu ishte edhe profesor Recep Qosja. Zotëria i kohës. Portreti i tij i fisëm është një nga ato portretet që të shoqëron dhe nuk të ikën kur nga mendja sa i madh, sa i mençur, sa i me gjithë fjalët që mund të them që atij nuk i pëlqenin sepse realisht nuk pëlqen të shoqërohen nga fraza të tilla bombastike. Ai ishte thjesht njeri edhe njerëzor. Këtu është Demaçi duke folur për të, në mos gaboj, po, nuk gaboj. Doja të lexoja diçka tjetër, edhe pse më mirë se sa të lexoj unë, kjo është një gjë që u këshilloj ta keni dhe të këshilloheni me profesor Recepin. Është një përmbledhje e rëndësishme përfshirë me gjithë të tjerat. Këtu është një përmbledhje me disa shprehje të cilat ai i thot në momente të ndryshme dhe këtu i ka mbledhur në libër. Bukur kjo, ligji i urrejtjes të talentuarve, kjo është shqiptare. Urrejtja ndaj talenteve. Prandaj vemi zhvillojmë botën edhe jo dot vendin tonë. Disa gjëra që thot Recep Qosja. Kur shkatrohen sistemet e vlerave, të cilat në fakt janë aksioma, të shoqërisë të shtetit, atëherë jeta bëhet jo vetëm e padurueshme, por edhe e neveritshme. Të dhënat që dëshmojnë këtë shkatërim po shtohen gjithmonë më shumë. Kur shumësia këtyre të dhënave të jetë e dukshme dhe për sy të atyre që nuk shikojnë dhe me mendje të atyre që din të mendojnë vetëm me gojë, atëherë mund të ndodhë çfarë nuk mund të pritet. Këtë e kanë dëshmuar fati perandorisë romake dhe fati perandorisë bizantine. Fati i tij, emrin e të cilit nuk po e them kësaj ere, dëshmon plotësisht poemin e Gandit. Së pari të ignorojnë plotësisht, së dyti të përqeshin ditë e natë, së treti nuk lën gjë pa thënë kundër teje, në fund pas të parës, të dytës dhe tretës, ti del fitimtar, do të thënë fiton. Është thënë prej mendimtarëve të shekujve të ndryshëm se është i madh numri i sundimtarëve që kanë ardhur, që vinë do të vinë në pushtet me poshtërsi, që mbahen në pushtet në sajt marrëzive të tjerëve, që bien prej pushtetit kur mbushet mendja të huajve, ndaj cilëve ata ishin vazhdimisht puthadorës.
Dhe ky është parim, qëndrim që e cilëson demokracinë. Vjen në pushtet me poshtërsi, mbahet në pushtet në saj të servilizmit dhe marrëzisë të tjerëve, më njanohet prej pushtetit kur u mbushet mendja të ujëve që në jetët tona politike denjësohen me fjalë ndërkombëtare. Madhështinë e popujve barbarët e matin me sasinë e armëve që kanë, tha mendimtarit i kurshëm evropian, kurse të qytetëruarit me sasinë, cilësinë, kuptimin, domethënien, vlerat e arteve, të shkencave dhe filozofisë. Një publicist i moshuar më tha dhe njëkohësisht më lut që të mos ja shënoj emrin, se foltorët e sotme shqiptare do ishte mirë dhe do të ishte mirë sepse do të shpjegoheshin më mirë paraqitje, deklarata, diskutimet, polemikat, sikur të quhesh me fjalën e huaj të përkthyer shqip lehore. Nuk jam i sigurt se gjuhëtarët do të pajtohen me këtë fjalë të re shqipe të krijuar prej përkthimit të fjalës latine në të vërtetë italiane. Kultura është përmbajtje e trajtë e ekzistencës më të lartë historike. Kultura që moti thuhet e shkruhet është identiteti i popullit, ajo ruan vlerat thelbësore të tij, ajo është shpirtësia e tij. Mendje pakti, e ka thënë një poet i madh europian me preardhje etiopaste, është gjithmonë lokal, gjeniu është universal. I njëjti krijues ka thënë, gjeni e liksi nuk mund të bashkëjetojnë. Në jetën politike sot natyra dikujt ja ka marrë mendjen, dikujt sytë e ballit, dikujt veshët, dikujt fatin, kurse disa politikanëve ua ka marrë të gjitha këto. Kur haron apo shpërfill historinë, do të jetë i detyruar ta përsërisë të tillë çfarë ishte. Historia do duhet i mësojë njerëzit se rreziku më i madh se mbi çmimi është nënçmimi i armikut. Populli shqiptar, i ndarë në 2 shtete, sot për sot nuk ka fuqi biologjike, ekonomike, shpirtërore, qytetëruese, kulturore për t'u shmangur zvetënimit e identitetit të tij në Bashkimin Evropian. Ruajtjen, zhvillimin, pasurimin e identitetit të tij nuk mund ta gjejë në Bashkimin e sotëm Evropian, qoftë edhe për arsye se në të janë forcuar nacionalizmat e vjetër dhe po krijohen nacionalizma të rinj. Për këtë arsye, Bashkimi i 2 shteteve shqiptar, Shqipërisë dhe Kosovës, të cilat vetëm ashtu të bashkuara mund krijojnë të zhvillojnë politikë përbashkët integruese, bëhet kusht për ruajtjen, për zhvillimin, pasurimin e identitetit kombëtar shqiptar në Bashkimin Evropian. Po e përfundoj këtë përfundim me disa konstatime të fundit testamentare. E para, fundi i shekullit e 20 dhe fillimi dhe tani vazhdimi i shekullit 21 kanë sjellë kombit shqiptar gjasën e madhe të përgjithshme për ta përmirësuar, në të vërtetë për ta lartësuar statusin e tij kombëtar në Ballkan, në Europë dhe se jo në bashkësinë ndërkombëtare. Shqiptarët kudo janë, duhet jenë të vetëdijshëm se duhet bëjnë krejt çka dinë dhe krejt çka munden për shfrytëzimin sa më të plot, sa më të shumëanshëm, sa më të përhershëm të kësaj gjase.